Prej disa ditësh fëmijët më kishin kërkuar lazanja dhe sot për drekë vendosa që të përgatisja jo lazanjë klasike me ragu, por me spinaq dhe me beshamel. Mund të thotë që pati shumë rezultat pasi fëmijët e pëlqyen dhe më lutën që tua përgatitja dhe herë të tjera në këtë formë. Atëherë, si fillim mora spinaqin, e pastrova, e lava dhe më pas e griva, jo dhe shumë hollë. Në një tigan të thellë hodha vaj në ullirit, 2 thelpinj hudhër, pak nga pak shtova spinaqin, e kriposa dhe lashi të gatuaj derisa të humbiste ujin e vet dhe të ulte vëllimin. Më pas nga tigani largova hudhrat, shtova 100 gram gjalpë, lashi të shkrinte plotësisht, duke trazuar pastaj hodha dhe 3 lugë miell, shtova qumshtin e vakët, gjithmonë duke përzierë në mënyrë që mos na krijoheshin kokrizat nga mielli. Dhe aromantizova me arë moskat, e rregullova me krip dhe lash në zjarr derisa masa të bëhej kremoze. Më pas në një tavë hodha një shtresë të kremit të përgatitur, petët e freskëta të lazanjës, përsëri kremi, djathin e picës dhe derisa arrita në rezultatin final, që mbulova të gjithën me kremin. Përsëri djathi në kaçkavall dhe e futa në furrë në 220 gradë derisa arriti këtë ngjyrën e bukur përsipër në të artë. Siç e shikoni dhe vetë, ka dalë goxha krokante nga sipër dhe shumë e shijshme dhe kremoze nga brenda. Nëse përgatitni, nuk ju mbetet gjë tjetër veçse ta shijoni. Ju bëf të mirë.